Rreshtet e dëborës, shoqëruar me temperatura të ulta në juglindje të vendit, kanë sjellë dëme të konsiderueshme në frutikulturë, kryesisht tek pemët e kumbullës dhe qershisë. Jorgo Braholli, i cili ka sipërfaqe të mëdha të mbjella me këto kultura, tregon se prodhimi i këtij viti është shkatërruar i gjithi. Deri dje ishte diku në 80% të rrezikshmërisë, ndërsa merren në dëborës së mbrëmshme dhe uljen e temperaturës deri minus 7 gradë Celsius. Sipas studimeve që janë bërë, kumbulla, sidomos qershia nuk reziston dot në këtë temperaturë 2 herë ngrica. Dhe nëse do vazhdojë edhe sot edhe nesër është shkatrim total i bujqësisë. Është 100%. Nuk ka më fruta si vjet kumbulla e qershi. Prandaj unë si përpunues dhe si vetë fermer bëjmë thirrje politikës, Ministrisë së Bujqësisë për të shpallur energjetikë civile në juglindje të vendit. Nuk ka fruta kumbulla e qershi nuk ka. Një gjë e tillë është pranuar edhe nga specialisti pranë Drejtorisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Arben Hysolli, i cili thekson se dëmet janë në shkallë të lartë. Atëherë është e vërtetë, kulturat bërthamore janë më të rrezikuara në situatën që na ka shoqëruar kjo situatë me dëborë dhe me ngrica. Ka kaluar në zonat veçanta -4 deri në -7 gradë Celsius në minus. Do të ketë një rrezik dëmtimi potencial. Por besoj se dëmtimi do të jetë serioz në këto kultura. Fshatrat Dvorane e Kamenic janë të njohura për prodhimin e frutikulturës, ndërsa pritet pas 72 orësh për të kuptuar nëse dëme janë shkaktuar edhe tek pemët e mollëve.